ki ndonjë mesazh për të rinjt që festën e Bajramit e shohin më shumë si tradicional dhe e harrojnë pjesën fetare, shpirtërore të rëndësisë së kësaj feste? Po, thash edhe në fillim, kjo është një fest që Zoti Gjellëshanu e ka caktu si fest hynore. Po. Dhe edhe Fitër Bajrami edhe Kurban Bajrami janë festa të caktume prej Zotit Madhruar. Prandaj, çdo anashkalim dhe çdo devijim i festimit Bajramit, ose të themi, hajtë mëre se ka met vetëm tradit, nuk është problem, pse me festu e tjera, ani është kry Ramazani, kjo është festa, fillon sikur sot, sikur mas një javë është Bajram, tash çdo ditë. Jo, përkundrazi, është mirë që mos të injorohet festa e Bajramit, të përjetohet, ashtu që është përjetu, edhe Ramazani, edhe agjërimi, edhe ditët e Ramazanit, edhe shkurja në xhami, por edhe mas Bajramit. Të vazhdojmë me ibadetet tona, me namazin e përditshëm, namazin e xhumos, mos të harrojmë xhamin. Sepse ai Zot që na ka obliguar në Ramazan është i njëjti edhe pas Ramazanit, edhe i ditëve të Bajramit. Prandaj porosia ime është që të jemi këmbgulës në traditat tona, të jemi këmbgulës në festat tona. Nuk i kemi vetëm këto festa, festa fetare i kemi dy, po kemi edhe festa historike të tjera që Zoti Gjellëshanu nuk na ndalon mi festu, po në mënyrë të logjikshme. Edhe ditën e pavarësisë, edhe ditën e shtetësisë, edhe ditën e kushtetutës, edhe ditën e çlirimit, edhe ditën e çlirimit qytetit që e ke, ajo është festë e jotja, përkundrazi. Është një krenari që ti e ke ndërtuar që ta ka njohur Zoti i Madhërisëm, sepse ai të ka krijuar ty si popull. Dhe Zoti në Kur'an ka thënë, dhe unë ju kam bërë popull dhe fise që të njifenin mes veti. Ai na ka bërë popull dhe fise që të njifenin, por më i miri prej jush është ai që është më i devotshmi. Pra më i miri prej neve është ai që është më i devotshmi në çdo punë, edhe në punën ku punon, edhe tek punëdhënësi, edhe tek fabrika, edhe tek ministria, ku je i angazhuar, ti e ke ibadet punën në aspektin e kuptimit islam. Pra, edhe puna jote është pjesë e ibadetit tënë. Edhe këshilla jote është pjesë e ibadetit tënë. Edhe përditshmëria jote, edhe ushqimi jot në Ramazan dhe jashtë Ramazani është një lloj sadakaje për trupin tënë dhe është ibadet. Prandaj nuk guxojmë të kufizohemi si njerëz. Jemi njerëz të ndryshëm, Zoti na ka krijuar tillë që të komunikojmë me kultura tjera, po edhe që t'i këshillojmë të tjerët dhe t'jemi model i mirësisë dhe veprave të mira. Ky është qëllimi edhe i çdo besimtari.